Mirë mbrëma miq. E kam ndjek me vëmendje ligjëratën e Dom Vlash Palajt. Një klith thëm me të vërtet të një njeriu të devotshëm ndaj Zotit, familjes, ndaj kombit. Pse kjo ligjërat ka shqetësu kryeministin e Shqipërisë? Kjo është e padiskutueshme se është një ndër ligjëratat jo të para të Dom Vlashit, sepse Dom Vlashi ka bërë edhe ligjërata të tjera të rëndësishme. Është një ndër njerëzit që tek kleri katolik shqiptar mu me espiron një ndjenjë njerëzore dhe hyjnore të jashtëzakonshme, dhe kam shumë respekt për këtë individ, sepse ka një ligjërat tepër origjinale, tepër humane, tepër njerëzore. Dhe përplasja me kryeministrin e Shqipërisë, se kryeministri është shqetësu me ligjëratën e Dom Vlashit, që jam i bindur se ka drejt të shqetësohet, është se kryeministri i Shqipërisë tani po del kundër edhe pjesës njerëzore që ka të paktën mbi 2000 vjet që funksionon në mënyrë natyrale, pjesa e klerit katolik. Ajo që ka ndodhur në theth është i diçka që është për të reflektuar çdo qytetar shqiptar, sepse fatin e thethit mund ta ketë Valbona, mund ta ketë Lumi i Shalës, mund ta ketë Voskopoja, mund ta ketë shumë vende të tjera, Bregdeti, aty ku nuk janë oligark, sepse aty ku janë oligark ky s'ja marrin që të shkojë, sepse s'mund përplaset me ato që e majnë në pushtet. Kjo është e padiskutuar, sepse po t'ishte do ishte problem ajo piçka vogël, për shembull në Ksamil, që nga një resort i vogël po ndërtohet një fshat turistik dhe po shkatërrohet parku i Ksamilit, apo pjesa Llogaras, që Zamirmane ka shkatërruar gjithçka dhe ka kthyer atë zonë si Barakopulit e Brazilit, ato ndërtesat pa stil, pa gusto, pa asgjë, vetëm po se kushtojnë 2 milion euro apo 1 milion euro për vil, sepse i ka ndërtuar Zamirmana dhe ka ndërtuar një brand korrupsionit të jashtëzakonshëm. Dhe po t'i shohësh një pjesë e mirë e banorëve të asaj zone janë ministra, zëvendësministra, zëvendëskryeministra, prokuror, gjykatës, gjithë e kanë nga i vil aty, dhe nuk është e rastësishme, sepse ka ble pushtetin me ato vila. Por shemja e shpirëve të thethit është për reflektuar. Dhe individi Rama, që sot është kryeministri i Shqipërisë, ju ja keni dhënë votën në maj, dhe ja keni dhënë votën bindshëm, sepse ka fituar zgjedhjet më shumë se në 2013, mas 4 mandateve që ky shkatron Shqipërinë. Dhe ju i keni besu një individi që përveç se ka probleme mendore, ka probleme të theksuara me veriun, me veriorët. Kjo është e padiskutuar. Është një smunje e politikës shqiptare me veriun. Por Dom Vlashi sot e ka vënë para përgjegjësisë së Zotit. Dhe ajo që ka thënë Dom Vlashi është një pergament që do të reflektojë çdo prokuror, çdo gjykatës, për të marrë çështje kaq delikate ku shqiptarët dhunohen në mënyrë spektakolare, familjet shqiptare, njerëzit që punojnë, njerëzit që duan të jetojnë, dhunohen në mënyra të ndryshme për t'i shkatërruar dhe për t'i zmontuar
për të largu, për të neverit familjen e tyre, jetën e tyre, për të neverit pronën e tyre. Dhe kjo bëhet në mënyrë sistematike në këto 30 vite, nuk është vetëm Rama. Kjo është një cirkuit i rrezikshëm që ka marrë Shqipërinë. Banda komuniste, familjet që kanë majt pushtetin me dhunë, me vrasje, me përdhunime, me shkatrime, me dhunime, me shkatrime pronash, vjedhje pronash, tjera. Kjo është pjesë e Katrovicës që Ramiz Alia e vunin në qarkullim. Por ajo që duhet të reflektojnë nuk është vetëm drejtësia. Ajo që duhet të reflektojnë janë dhe shqiptarët. Unë marrë për shembull ca miq të mi që kam këtu që kanë një mo binshëm, po më bëjnë ndërtimin në për resorte ndryshme që është miku im Ylli Vujka që i beson Qorazi dhe ato leje që i ka marrë mendon se do t'ja dali. Unë jam i bindur se po të rëzohet Rama dhe të vjen një grup tjetër që puna Ramës do ja shemin. Kjo është e padiskutueshme. Ose do të paguajë çimin tek Oks. Pra ka momenti që shqiptarët të reflektojnë dhe vota atyre të me të vërtet dokument dinjitoz për familjen e tyre, për pronën e tyre. Jo për politikën, jo për premtimet nga maskaret dhe jo për premtimet nga njerëzit që kanë 12 vjet që u mashtrojnë dhe s'u japin certifikatat e pronësive, vetëm si për t'ju marrë pronat, për t'ju shem pronat. Ka ndonë theth, 80 objekte në shem theth. Kaq është thethi, 80 objekte s'ka më. Kush e ka rradhën tani, e din vetëm kryeministri si qohet në mjesë të shohin një fotografi me një ndërtesë që si pëlqen, do t'i sullet asaj zone. Si t'i shohet kryeministri, sepse i keni dhënë pushtet vet, ja keni dhënë votën vet, ja keni shit vet, dhe do m'vlashe tha me plot minjen, jeni josh, jeni shit dhe jeni mashtru. Shiko një vet, do m'vlashi flet më të vërtet, sepse do m'vlashi është një individ që e din që është komunizmi, e din që në klysht e komunizmit, e din që i ka bë Shqipërisë komunizmi. Ju që i keni shit votën, dëgjojnë vitin e Dëmblashit. Rama është një njeri psiqik dhe dikush tjetër do e ketë rallën përveç thethit, mani do të kalojnë në një zonë tjetër që do të shkatroje, dhunoje, burgosi, gjobisi. Dhe këtë e ka sepse ju i keni dhënë votën, ja keni falë votën, ja keni dhuru votën, ja keni shit votën.